lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju përshëndesim me dashurinë dhe paqen e Krishtit. Mirë se erdhët në emisionin ton kushtuar litanive të Zojës së bekuar, ku përmes titujve të saj të shumt, zbulojmë bukurinë e misionit dhe të amësisë shpirtërore të Marisë në jetën e kishës dhe të secilit prej nesh. Sot do të ndalemi te një prej thirrjeve më të fuqishme të litanisë së Loretës, Kulla e Davidit. Ky titull na e paraqet Marinë si një fortesë të sigurt, si një strehë të fuqishme për të gjithë ata që përballen me sprova, tundime dhe betejë shpirtërore. Ajo është nëna që qëndron e palëkundur pranë birit të saj dhe që i fton të gjithë bijtë e saj të gjejnë mbrojtje, forcë dhe kuraj nën mantelin e saj amnor. Ju ftojmë ta dëgjojmë së bashku këtë reflektim, duke e lutur Zojën që të na ndihmojë të qëndrojmë të fortë në fe dhe të vendosur në ecjen tonë drejt Krishtit. Qafa jote është si kulla e Davidit, e ndërtuar me ledhe. Një mimburoja varen mbi të gjitha armët e trimave. Lexojmë tek libri Kënga e Këngëve. Në oficin e vogël të Zojës së papërlyer e përshëndesi Marinë duke thënë: Të falemi qytet strehimi, të falemi kullë e lartë e Davidit, e kurorzuar me beden dhe e rrethuar me fuqi. Duket një përshëndetje e çuditshme për nënën Virgjër, por jo kur kujtojmë se ajo ishte nëna e atij që tha: Nuk erdha të sjell paqe, por shpatën. Është e vërtetë se ai shpesh flet për paqen e tij, por ajo është paqja e luftëtarit që ka mundur armiqtë e vet. Kur njeriu i fortë i armatosur ruan oborrin e vet, gjithçka që është brenda është në paqe. Askush nuk e kuptoi më thellë se Jezusi erdhi të shpallte luftë me botën dhe me princin e kësaj bote, siç e quajti Satanin, sesa nëna e tij e bekuar. Prandaj ai e gjeti gjithmonë të gatshme për fjalën e urdhrit, të përgatitur të jetonte jetën e një ushtari, të mos kishte këtu qytet të qëndrueshëm, të banonte herë në një vend e herë në një tjetër, të ikte nga vendi kur kjo ishte më e çmuar, si në ikje në Egjipt, të tërhiqej në Galilej larg armiqve, ose të përballej me rrezikun dhe të qëndronte me guxim mes armiqve si në Kalvar. Megjithse Krishti dhe nëna e tij kishin disa kundërshtar të dukshëm, armiqtë e tyre kryesor nuk ishin siç thot Shën Pali apostull prej mishi e gjaku, por lufta e tyre ishte kundër principatave dhe pushteteve dhe shpirtrave të errësirës në vendet e larta, domethënë kundër Satanit dhe ushtrive të tij. Dhe kundër tyre duhet të luftojmë edhe ne, duke ditur se ndonjëherë do të jemi të shtypur rënd, madje deri në rrezik për të mposhtur. Zoti na ka caktuar një qytet strehimi në personin e nënës së tij të shenjtë. Duhet të kujtojmë se ajo është një fitimtare e fuqishme prej së cilës djalli dhe shërbëtorët e tij kanë frikë, sepse përmes saj fuqia e tyre është thyer dhe krenaria e tyre është përulur. Për ta, ajo është e tmeshme si një ushtri e rreshtuar për betejë. Ajo është ajo kullë e fortë me të cilën dhëndri në Këngën e Këngëve e krahason të dashurën e tij. Ajo qëndron lart e ngritur mbi tokë dhe jashtë arritjes së tyre. Është e kurorzuar me beden dhe e pajisur me fuqi për mbrojtjen e atyre që strehohen tek ajo. Le t'i drejtohemi pra këtij mbrojtësi të fortë dhe nuk kemi pse të turprohemi, sepse do të gjejmë se shumë luftëtarë të mëdhenj kanë qenë para nesh aty. Vet kulla force që mburën se fitoret e tyre i a detyrojnë ndihmës së Marisë. Do të gjejmë në shenjtrorën e saj një mimburoja, armët e trimave, që duan të tregojnë mirënjohjen
dhe besnikërinë e tyre ndaj mbretëreshës së tyre. Në mënyrë shumë të drejtë për drejtë është përmbushur shpesh ky varg, sidomos në kohët e fesë, kur kryqtarët mbushnin shenjtoret e Marisë me trofetë e trimërisë së tyre, dhe mbretër e princër vendosnin në këmbët e saj skeptër dhe mburoj. Para se të linin botën, siç bën jo pak prej tyre, për t'ju kushtuar në heshtjen e kuvendit një lufte tjetër, më shpirtërore, shembull që e ndoqi edhe Shën Ignaci i Loyolës, kur var i shpatën e tij pranë figurës së Zojës, para se të hynte në ushtrinë e birit të saj. Edhe gratë kanë dhënë pjesën e tyre duke dëshmuar fuqinë e Marisë për t'i ndihmuar të mposhtin armiqtë e shpirtit të tyre, duke zbukuruar shenjtroret e saj me stulit që më parë i përdornin për të fituar zemrat e njerëzve. A nuk mund të quhen edhe këto armë të fortëve, sepse kërkon forcë të madhe të shkëputësh nga bota dhe joshjet e saj. Ka edhe një kuptim tjetër, krejt të ndryshëm, në të cilin mund të gjejmë ndihmë për veten. Dhëndri në këngën e këngëve thot se është qafa e saj ajo që është si kulla e Davidit. Kur e përfytyrojmë të rrethuar me armët e të fortëve, a nuk na shkon mendja te krahët e vegjël të fëmijës së saj të dashur, që shpesh përqafoheshin rreth qafës së nënës? Dora e majtë e tij është nën kokën time dhe e djathtë e tij më përqafon. A nuk është ai hyji i fuqisë? A nuk ishte prej tij që ajo të marrë forcën e saj? Shën Bernardi i Clairvaux flet për duart e hyjit si shenjë forcës dhe bujarisë. A nuk e mbështeti ai më njërin dhe e pasuroi me tjetrën? Prandaj, kur ndihemi të dobët apo të lodhur nga lufta, le t'i afrohemi kësaj nëne me fëmijën e saj hynor, këty qytet strehimi, dhe të qëndrojmë aty derisa të forcohemi nga lart për ta rifilluar luftën dhe për ta mposhtur armiqtë tanë. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, dëgjona ne. O Krisht, dëgjona ne. Ati prej qiellit hy. Ki mëshirë për ne. Biri shëlbues i botës hy. Ki mëshirë për ne. Shpirti shenjtë hy. Ki mëshirë për ne. Trinia e shenjtë një i vetmi hy. Ki mëshirë për ne. Shenjtja Mari. Loto për ne. Shenjtja nëna e hyjit. Loto për ne. Shenjtja virgjëra e virgjërave. Loto për ne. Nëna e Krishtit. Loto për ne. Nëna e kishës. Loto për ne. Nëna e hirit të hynushëm. Loto për ne. Nëna e kulluar. Loto për ne. Nëna krejt e pastër. Loto për ne. Nëna e papërlyer. Loto për ne. Nëna e paprishur. Loto për ne. Nëna e dashur. Loto për ne. Nëna e mrekullueshme. Loto për ne. Nëna e këshillit të mirë. Loto për ne. Nëna e krijuesit. Loto për ne. Nëna e shëlbuesit. Loto për ne. Virgjëra e nderueshme. Loto për ne. Virgjëra e lavdëruar. Loto për ne. Virgjëra e pushtetshme. Loto për ne. Virgjëra e mëshirshme. Loto për ne. Virgjëra besnike. Loto për ne. Pasqyrë drejtësie. Loto për ne. Selia e dijes. Loto për ne. Shkaku i gëzimit ton. Loto për ne. Visari përshpirtshëm. Loto për ne. Visari nderueshëm. Loto për ne. Visari zgjedhur për shpirtërie. Loto për ne. Drandofilja e mrekullueshme. Loto për ne. Kulla e Davidit. Loto për ne. Kulla e Fildisht.
Loto për ne. Shtëpia e artë. Loto për ne. Arka e beslidhjes. Loto për ne. Dera e qiellit. Loto për ne. Ylli i mëngjesit. Loto për ne. Shëndeti të sëmurve. Loto për ne. Streha e mëkatarve. Loto për ne. Ngushëllimi të pikëlluarve. Loto për ne. Ndihma e të krishterëve. Loto për ne. Mbretëresha e engjëjve. Loto për ne. Mbretëresha e patriarkëve. Loto për ne. Mbretëresha e profetëve. Loto për ne. Mbretëresha e apostujve. Loto për ne. Mbretëresha e dëshmorëve. Loto për ne. Mbretëresha e dëshmitarëve. Loto për ne. Mbretëresha e virgjërave. Loto për ne. Mbretëresha e të gjithë shenjtërve. Loto për ne. Mbretëresha e zënë pa mëkat të rjedhshëm. Loto për ne. Mbretëresha e ngjitur në qiell. Loto për ne. Mbretëresha e shenjtës truzare. Loto për ne. Mbretëresha e paqes. Loto për ne. O qengji i hyjit që shlyen mëkatet e botës. Na falni o Zot. O qengji i hyjit që shlyen mëkatet e botës. Dëgjana ne o Zot. O qengji i hyjit që shlyen mëkatet e botës. Ki mëshirë për ne. Në mbrojtjen tënde, po nga si moshenjtja nëna i hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevojat tona, por o Virgjëra e lume dhe e bekuar, na shpëto për herë prej të gjitha rreziqesh. Zoja jon dhe ndërmjetëse e jona, me birin tënd na pajto, biri tënd na porosit, ndërduar të birit tënd na lësho. Lutu për ne o shenjtja nën e hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. I jep në ne shërptorëve të tu, po të lutemi o Zot, t'i gëzohemi për herë shëndetit të shpirtit dhe të trupit, e në përndërmjetësi të së madhërishmës dhe gjithmonë Virgjërës Mari, t'i shpëtojmë trishtimit të tashëm dhe t'i gëzohemi gazmentit të amshuar në për Krishtin Zotin ton. Amen. Të dashur dëgjues, meditimi ynë mbi titullin Kulla e Davidit na kujton se Maria është strehë sigurt për të gjithë ata që kërkojnë ndihmë në luftën shpirtërore të jetës. Si një kullë e fortë që ngrihet mbi çdo rrezik, ajo na mbron me ndërmjetësimin e saj amnor dhe na drejton gjithmonë te Jezusi, burimi i çdo force dhe fitoreje. Kur ndihemi të lodhur, të dopt apo të rrethuar nga vështirësitë, mund t'i drejtohemi me besim kësaj nënë të dashur, e cila nuk i braktis kur fëmijët të saj. Le të mbështetemi në mbrojtjen e saj dhe të kërkojmë hirin për të qëndruar besnik në çdo rrethan, duke luftuar të mirën dhe duke ecur gjithmonë në dritën e Krishtit. Kulla e Davidit, luto për ne.